Banori i Big Brother VIP Kosova, Toni, ka hapur një bisedë të sinqertë me Hygertën rreth ndjenjave të tij për Benitën. Gjatë këtij momenti, ai ka treguar se ndihet tërhequr nga bashkëbanorja, por se situata nuk është reciproke. Nuk do të thotë që vuaj, por tërheqje kam, më tërheq. Por asaj po i pëlqen Klodi, ka thënë Toni, duke shpjeguar se ndjenjat e tij nuk janë të lehta për të menaxhuar brenda shtëpisë. Ai thekson se megjithse nuk ndihet i dëshpëruar, ekziston një tension i lehtë emocional për shkak të situatës. Në të njëjtën linjë, Hygerta ka pohuar se është e vetëdijshme për pëlqimin e Benitës ndaj Klodit, duke konfirmuar perceptimin e Tonit. Ky moment ka sjellë një reflektim mbi ndjenjat dhe përplasjet e mundshme mes banorëve, ndërsa të gjithë ndjekim me kujdes çdo zhvillim emocional brenda Big Brother VIP Kosova 4. Biseda e tyre thekson kompleksitetin e marrëdhënieve dhe emocionet që lindin nga tërheqja dhe ndjenjat e pakthyeshme brenda shtëpisë, duke shtuar dinamizmin e jetës së përditshme të konkurrentëve. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.